evakuohen një pjesët e Iranit. Çfarë do thotë kjo në vetvete? Ku po shkohet? Kjo është një zhvillim që duhet ngjalli shpresë të madhe. Fakti që Izraeli njofton banorët civil largohen tregon një standard etik të ushtrisë izraelite, por ky është një i rëndësishëm patjetër, por është një detaj. Ne si Shqipëri dhe ne si Evropë kemi qenë kërcënuar nga Irani. Prej 46 vjetës, regjimi ajatollave në Iran deklaron pothuajse çdo ditë, pothuajse çdo javë që do shkatroj shejtanin e vogël, që është Izraeli. Dhe pastaj do i kthehet shejtanit të madh, që është Amerika. Për Evropën nuk flet shumë, por kuptohet që është diçka si shejtani i mesëm, me cilin po të kishte mundësi edhe do ta godiste. Prej 35 vjetësh tenton të zhvilloj armë bërthamore përmes pasurimit të uranit, përmes pasurimit edhe të plutonit. Sipas Agjencisë Atomike të OKB-s, është një zhvillim i rrezikshëm që të çon drejt armëve bërthamore. Dhe ka qenë nga viti 2004-2005, Bashkësia Ndërkombëtare, në radh parë Evropa dhe Amerika, por në këtë rast veçantë bashkë me Kinën dhe Rusinë, që tentojnë ta ndalojnë Iranin nga realizimi i armës bërthamore. Dhe Bashkësia Ndërkombëtare herë me marrëveshje, herë me sanksione, herë me presione, herë me pagesa duke e majmur me miliarda dollar, ka dështuar të frenoj, të ndaloj ajatullahët e Iranit. Pra ju e quani, është një dështim ky? Ka qenë deri ditën e njëjtë. Deri ditën e njëjtë, po pra, është një dështim. Dhe Izraeli duke ndërmarrë këtë sulm dhe duke shkatruar një pjesë të mirë të centrifugave bërthamore të Iranit, duke eliminuar një pjesë të mirë të teknikëve bërthamore terroristë të Iranit, si edhe krerët e gardës ajatullave, i ka bërë një shërbim vetes vetë, sepse e shikonte veten në shënjestër të armiqësisë Iranit dhe jo armiqësi si shtet me shtet që mund të kesh luftë më shpaqe, por dëshirë për ta zhdukur nga faqja e dhëun shtetin e Izraelit. Dhe ka bërë, përveç se për popullin e vet, që është absolutisht legjitime, i ka bërë një shërbim edhe Evropës, sepse raketat balistike, domethënë përveç armës bërthamore që sipas të gjitha shteteve evropian, amerikan, Izrael po javën e kaluar edhe Agjencia Atomike e OKB-s shpalli që stadi i pasurimit të lëndëve të metaleve bërthamore nuk mund të jetë për përdorim civil, siç pretendon Irani. Pra është për përdorim luftarak. Dhe Izraeli mbrojti vetë në vetë, por në një farë mënyrë na ka mbrojtur dhe ne. Po flasim për Shqipërinë, para 5 vjetësh, lideri suprem i ajatullave, Ali Khamenei, tha shqiptarët janë një popull i mbrapsht. Për Evropën është një shejtan i mesëm. Armët bërthamore i ka edhe për fqinjtë e vet, i ka edhe për Irakun, i ka për Saudin, i ka edhe për Turqinë, në mos për t'i asgjësuar, i ka për t'i kërcënuar, për t'i shantazhuar. Pra, Irani është fatkeqësisht, e flasim me këtë gjuhë për Iranin, nuk duhet të harrojmë që është një popull me traditë mrekullueshme kulturore, ne i njohim nga Omar Khayyami apo nga Firduzi, edhe nga autorë të tjerë shumë të pasur, por nga vendosja e regjimit të Khomeinit dhe suksesorit pasardhësit të tij Khameneit, Irani është bërë një tmerr për iranianët, vrasin gratë vetëm se nuk lidhin si duhet shamin në kokë, vrasin të pafajshëm iranian, por është bërë kërcënim për të tërë, është bërë kërcënim edhe për ekonominë e Evropës, sepse ata që